Një takim mes babit dhe djalit, që pritet të ishte një takim me përqafim dhe mall, u refuzua nga mali. Konkurrenti i Big Brother VIP Albania ka refuzuar të takojë babain e tij, që kishte 7 vite pa e parë. Ai u shpreh se në këtë takim do donte të kishte shkuar mamaja. Edhe pse mali nuk dha detaje për ndarjen e prindërve të tij, shumë shpejt publiku u trondit kur zbuloi atë që i kishte ndodhur prindërve të malit dhe divorcin e tyre me sherr. Disa kohë më parë në emisionin Shihemi në gjyq të Eni Çobanit ishte drejtuar gjyqja e malit së bashku me djalin e saj, pra me babin e malit. Ato i kishin kërkuar juristes Eni Çobani të ndiqte çështjen e tyre. Sipas dokumentave që ato kishin dorëzuar pas divorcit, nusja, pra këngëtarja Violeta Kukaj, kishte nxjerr nga shtëpia vjerrën dhe burrin e saj dhe më pas i kishte marrë ish bashkëshortit edhe 153.000 euro. Sipas juristes Eni Çobani, këto kishin ndodhur në vitin 2019. Eni u shpreh i irrituar se si ka mundësi që një grua të hedh burrin dhe nënën e tij pas divorcit në rrugë, dhe më pas ajo deklaroi se nën e birë tashmë ishin të pastre. Juriste Çobani u shpreh se do ta ndihmonte gjyshen dhe babain e malit në seanca gjyqësore, sepse atyre i ishte bërë një padrejtësi. Mbetet për të parë se si do të vijojnë betejat ligjore, ndërkohë që kjo përplasje mes prindërve të malit mund të jetë një arsye pse këngëtari është distancuar nga babai i tij.